shpëritet e këndshave, i cili mësim është i përgatitur në PowerPoint dhe do të punojmë në disa slajde të kufizuara. Në fotografi shikoni disa gjethe. Nëse shikojmë gjethet, do të vërejmë se forma e tyre është e njëjtë, por madhësinë se kanë të njëjtë. Te fotografia e dytë, prap kemi gjethe. Qëllimi është gjethet, mësimi është për pranverë. Dhe do të shikojmë se forma e tyre është e njëjtë. Por kemi edhe më të vogla, por formën së prapje kanë të njëjtë. Te gjethet e hall, do të shikojmë se forma është e njëjtë, pothuajse te të gjithë gjethet. Edhe dushku e ka gjethin të veçantë, formën e ka të njëjtë, por madhësinë se kanë të njëjtë. Shumica për juve mundet në familje të kenë të këtilla raste, në jetën të përditshme dhe njerëzit mund të jenë të ngjashëm. Ja, në fotografinë të parë kemi 2 motra binjake, 2 vëllezër binjak, 2 foshnja binjake, 2 motra binjake, edhe nëse vëreni në fotografinë sipër i kemi 2 humorista nga Shqipëria, të cilit marrin pjesë në emisionet humoristike në programet të radio-televizionit të Shqipërisë dhe Top Channel. Njerëzit themi se janë të ngjashëm. Po. Vallë janë të ngjashëm? Pas madhësisë? Po. Disa fotografia nga jeta reale. Në fotografinë të parë e shikojmë ishull i princezës dhe në anën tjetër të vizatuar. Një automobil dhe një maketë prej automobili, vendi me gur i rrethuar, monumenti dhe në anën tjetër një suvenir prej atij vendi. Nëse vërejmë edhe fotografia vizatuar janë të ngjashme por madhësinë se kanë të njëjtë. Automobili i vërtet me automobilin maketë, thotë edhe ai nuk është i njëjtë. Por në fotografinë në vijim kemi një lojë, një ari, në të cilën ariu i parë është më i madh, kurse ariu tjetër është më i vogël. Forma është e njëjtë, por madhësinë se kanë të njëjtë. Shkronja A. Nëse vërejmë prap shkronja A, forma është e njëjtë. Shkronjë numri 9. Të gjitha 9-shet janë të njëjta, pa dallim se fillojnë prej më të madhes, sa më e vogël, më të vogël dhe shumë e vogël. Forma të njëjta por madhësi të ndryshme, dhe themi se janë të ngjashme. Po në jetën të përditshme kemi edhe forma të këtilla. Kur do të shikojmë se pas lartësisë pothuajse të dy lojat janë të njëjta, por pas gjerësisë nuk janë të njëjta. Shkronjat A. Kemi shkronjën A në formë të shtypit, në formë të shkrimit dhe në formë arabe. Dhe numri 9, forma të ndryshme të numrit 9. Ndryshimi i formës mund të themi se janë të ngjashme. Në slajdin tjetër do të shikojmë disa figura gjeometrike edhe trupa gjeometrike. Figurat gjeometrike janë figurat të cilat vizatohen në rafsh. Vija rrethore e para me vijën rrethore të dytën. Njëra është më e madhe, e ngjashme me vijën rrethore tjetër. Katrori është i ngjashëm me katrorin. Cilindri është i ngjashëm me cilindrin. Kubi është i ngjashëm me kubin. Dhe kuboidi është i ngjashëm prapë me kuboidin. Për masat e tyre, nëse vërejmë, në rastet të para kemi më të madh, më të vogël, kurse te katrori kishim më i vogël, më i madh.
Forma identike, por madhësi të ndryshme janë të ngjashme. Jam i sigurt të gjithë e dini se trupa gjeometrik, për dallim prej formave, figurave gjeometrike, të cilat ishin 2 dimensionale, këto janë 3 dimensionale. Kemi disa çifte të cilat kanë forma të ngjashme të trekëndshave. Duhet të gjejmë cilat janë ato çifte. Në fillim kemi një trekëndësh, ky trekëndëshi është trekëndëshi bara krahës. Vetë fjala trekëndësh bara krahës tregon se baza dhe 2 brinjët të barabarta. Në rastin ton, i gjelbërti trekëndësh bara krahës do të jetë me trekëndëshin të zi, edhe ai është bara krahës. I afrojmë çiftet, pa dallim se njëri është më i formën e ka më të madhe, kurse tjetri më të vogël. Trekëndëshi këndrejt. Nëse njëri kënd të trekëndëshi është i drejtë, ai trekëndësh është këndrejt. Por brinjët i ka brinjë ndryshëm. Në rastin ton, i ngjajshëm me këtë trekëndësh do të jetë trekëndëshi në vijim. Edhe ai është këndrejt dhe brinjët i ka të ndryshme. Dhe më në fund na mbetet trekëndëshi këndgjar, te i cili njëri këndësh i gjerë, edhe prandaj termin e ka trekëndëshi këndgjar. Brinjët i ka të ndryshme. Do të jetë i ngjashëm me trekëndëshin në vijim. Në shembullin në vijim, do të shikojmë një trekëndësh në të cilin janë të dhëna brinjët. Trekëndëshi i parë është trekëndëshi ABC me brinjët 7, 4, 5, 6 dhe 8. Kurse këndit i ka 35, 42 shkallë, 84, 60 shkallë. Por në pjesën të poshtme kemi trekëndëshin A1, B1, C1, i cili i ka brinjët të përgjysmuara prej trekëndëshit të parë. Por nëse vërejmë edhe këndit e kulmi A, edhe te këndit e kulmi A' janë të barabarta, këndit e kulmi B është i barabartë me këndit e kulmi B1 dhe këndit e kulmi C është i barabartë me këndit e kulmi C1. Trekëndëshi i dytë, trekëndëshi këndgjar, nëse krahasojmë në fillim, menjëherë do të shikojmë se këndet i ka të njëjta. Njëri kënd i gjerë, 122, edhe tjetri kënd është i gjerë. Këndit e kulmi B përballë këndit kulmi B' ose B1 janë të barabarta, këndit e kulmi A me këndit e kulmi A' janë të barabarta dhe këndit e kulmi C me këndit e kulmi C1. Nëse i krahasojmë brinjët, brinja AB do të jetë 4,06 cm, kurse brinja A1 B1 do të jetë 8,12. Në krahasim prej kësaj do të shikojmë se trekëndëshin e parë që shikojmë, ai është për 2 herë më i vogël prej trekëndëshit të dytë. Dhe më në fund të kemi trekëndëshin këndrejt. Trekëndëshi këndrejt treguam se njëri kënd me dojë mos të jetë i drejtë, patjetër i kemi trekëndëshi këndrejt. Dhe kurse 2 këndet tjera janë të ngushta. Nëse vërejmë te trekëndëshi këndrejt, këndi B është i drejtë edhe këndi te B1 është i drejtë. Brinja AB është 12, kurse brinja A1 B1 është 36. Nëse bëjmë një vërtetim, atëherë do të shikojmë se 36-ën e pjestojmë me 12, koeficienti do të jetë 3 herë, do thotë këndi brinja AB është 3 herë e zmadhuar prej brinjës në brinjën A1 B1. Në vijim do të kemi tabelën. Edhe në tabelën mundemi të shikojmë nëse brinja A te trekëndëshi i parë ishte 4,66, në trekëndëshin tjetër është zvogluar në 2,3, do thotë është përgjysmuar. Dhe çdo herë do thotë krahasimin e bëjmë me anë të brinjëve të përballta. A' me A, B' me B, C' me C ose A1 me A, B1 me B dhe C1 me B. Nëse është i përgjysmuar, koeficienti është 1/2 ose 0,5. Nëse është i zmadhuar, si rasti i dytë i trekëndëshit, atëherë do të shikojmë se trekëndëshi është zmadhuar për 2 herë, do thotë prej 4,18 brinja A është zmadhuar në 8,36.
Dhe në trekëndëshin të tretë, brinja A ka 7 presje 5, është e zmadhuar 3 herë. Do thot 3 shumëzim për 7 presje 5 është 22 presje 5, në atë mënyrë janë të zmadhuar e të gjithë. 14 presje 5 e zmadhuar 3 herë është 22 presje 25, dhe 12 e zmadhuar 3 herë është 36. Koeficienti të i pari ishte 0 presje 5, të i dyti është 2, edhe të i treti është 3 herë, do thot më i madh prej trekëndëshit të dhënë që e krahasojmë të ngjashmërinë. Në vijim shikojmë dy peshq. Edhe ato janë të ngjashëm. Pa dallim se njëri është më i madh kurse tjetri është më i vogël. Neve nuk na intereson ngjyra, do thot në matematik, në gjeometri nuk na intereson ngjyra, por na intereson vetëm forma dhe madhësia e tij. Dy trekëndsha janë të ngjashëm, mund të nxjerrim konkluzionin për dy trekëndsha, definicionit se çfarë janë dy trekëndsha të ngjashëm. Të ngjashëm janë nëse këndet e njëri trekëndësh janë të posaçëm me këndet e tjetrit trekëndësh. Dhe nëse perimetri i gjatësisë të tre brinjave përkatësave të trekëndshave të dhënë ndërmjet veti janë të barabarta me ndonjë koeficient përshtatës. Ja ku kemi një rast këtu, trekëndëshi ABC. Të gjithë e dini se trekëndëshi ka tre kënde, alfa, beta dhe gamma, ka tre brinja ABC, edhe trekëndëshi A', B', C', edhe të aji kemi alfa 1, beta 1 dhe gamma 1. Nëse i krahasojmë këto, çdo herë do thot këndi te kulmi A është i barabartë me këndin te kulmi A'. Këndi te kulmi B është i barabartë me këndin te kulmi B'. Edhe këndi gamma është i barabartë me gamma'. Do thot alfa është i barabartë me alfa 1, beta është i barabartë me beta 1, gamma është i barabartë me gamma 1. Atë që treguam në fillim me tabelën. A' thyer për A është e barabartë me B' thyer për B, është e barabartë me C' thyer për C, të gjitha janë të barabarta me një konstantë K, ose koeficientin ngjashmërisë. Prej këtu mundemi të themi se trekëndëshi ABC është i ngjashëm me trekëndëshin A', B', C'. Shenja për ngjashmëri është kjo forma e shenjës si valë deti, ose si S e shtrirë. Për shembull, nëse koeficienti i ngjashmërisë është 2, atëherë brinjet e trekëndshit të parë duhet të zmadhohen 2 herë që të mundemi të fitojmë trekëndëshin të dhënë. Nëse koeficienti është 1/2 ose 0/5, atëherë brinjet e trekëndshit të parë duhet të zvoglohen 2 herë që të mundemi të fitojmë trekëndëshin tjetër. Bëhet pyetje, vallë ngjashmëria dhe posaçmëria kanë ndonjë gjë të përbashkët. Nëse shikojmë këto dy trekëndëshat, me njëherë do të shikojmë se këto dy trekëndëshat i kanë këndet të njëjta, i kanë brinjet të njëjta, e kanë formën të njëjtë, por ngjyrën se kanë të njëjtë. Edhe njëherë, ngjyra në matematik, në gjeometri, do thotë nuk na nevojitet. Na nevojitet vetëm forma dhe madhësia. Prej këtu, trekëndshat të posaçëm janë me ato të ngjashëm kanë një gjë të përbashkët, vetëm nëse koeficienti i ngjashmërisë kanë të barabartë me një. Nëse ndryshonte koeficienti, atëherë nuk kemi posaçmëri. Kemi ngjashmëri. Edhe një herë përsërisim. Nëse trekëndëshat janë të posaçëm, i krahasojmë dy trekëndësha. Dy trekëndësha janë të posaçëm nëse koeficienti i ngjashmërisë është i barabartë me 1. Ajo tregon se nëse brinja e i pari ishte 5 cm, edhe të tjetri do të jetë 5 cm. Nëse brinja është 3 cm, edhe të tjetri do të jetë 3 cm. Për të ty shtëpie, secili prej juve do të vizatoni trekëndshat të ngjashëm, nëse trekëndëshi i parë është me brinjen A 3 cm, me brinjen B 4 cm dhe me brinjen C 5 cm. Kurse koeficienti i ngjashmërisë është K-ja, për të parin rast 1, K-ja 0/5 ose 1/2 të thyesës, dhe C-ja
K-ja do t'jetë e barabartë me 2. Ju faleminderit për vëmendjen. Shpresoj se kuptuat prej punimit. Nëse keni problem, do t'jemi me mësime tjera të ardhshme. Shpresoj se punimi do të vlejë shumë. Ju faleminderit.